Benita dhe Eliona kishin qenë gjithmonë shoqe të mira, por së fundmi mes tyre kishte nisur një tension i padukshëm. Gjithçka shpërtheu atë ditë kur ato u takuan me Tonin dhe Frajen. Në fillim gjithçka dukej normale, derisa Benita vuri re që Eliona po sillej pak më shumë se zakonisht rreth Frajes, një prekje në krah, një buzëqeshje e tepruar, një afrim që Benita nuk e pëlqeu as pak. Në momentin që Eliona preku Frajen për të bërë një shaka të vogël, Benita u ngrit menjëherë e acaruar. Ajo nuk e la të kalonte me indiferencë, xhelozia dhe nervozizmi i ishin mbledhur prej kohësh dhe tani dolën të gjitha në sipërfaqe. Ç'po bën kështu? I tha Benita me zë të ngritur. Eliona u shtang për një sekond, pastaj u përpoq të qeshte me nervozizëm. Po ç'kam bërë moj? Thjesht po flisja. Por Benita nuk u qetësua. Ajo nisi t'i hidhte fjalë të ashpra, duke i thënë se i dukej e qëllimshme, se po i hynte në punët e saj, se po e provokonte. Brenda vetes, ajo e dinte që arsyeja e vërtet ishte Toni, djaloshi për të cilin ajo kishte ndjenja, por që nuk ja kishte pranuar plotësisht. Ajo kishte frikë se Eliona mund ta largonte ose ta bënte Tonin të dyshonte për të. Debati u ndes shpejt. Eliona u mbrojt duke thënë se nuk kishte bërë asgjë dhe se Benita po e egzageronte, por Benita vazhdoi me tone edhe më të larta. Situata u kthye në një përplasje të vërtet emocionale. Me fraza të rënda dhe shumë pak dëgjim nga të dyja palët, Toni ndërkohë rrinte pak më mbrapa, duke parë se si gjërat po dilnin jashtë kontrollit. Ai nuk dinte nga t'ia mbante. U kap pas kokës, vuri duart mbi të sikur donte ta ndalte gjithë atë zhurmë dhe pshertiu i lodhur. Nuk e kishit parë kurrë kaq të hutuar, ishte sikur pyeste veten se si një situatë kaq e vogël ishte kthyer në një shpërthim kaq të madh. Fraja, i zënë në mes të gjithçkaje pa ndonjë faj, nuk tha asnjë fjalë, duke u munduar të mos e rëndonte situatën edhe më shumë, dhe kështu, aty në mes të debatit, mes zërave të ngritur dhe emocioneve të lëmsh,